dënoj me forcën më të madhe këtë akt, si dhe mos bllokimin e kompanive të tij nga organet e drejtësisë, të cilat në një inerci bashkëpunimi, jo vetëm të rast, po dhe në rast të tjera, nuk kryejnë veprimet që urdhon ligji. Kompania Ermal Beqirit, që de facto është prestonome i interesave të Edi Ramës dhe kompanisë Frangut, vazhdon të paguhet me miliona euro, pavarësisht se prej 7 muajsh ai është në kërkim për disa vepra penale, përfshi grupi strukturuar kriminal. Elvis Troplinit,